Softly you walked into my life one day. Like a whisper, the winds chose to play. Your touch turned the world to a canvas so bright, with colors that danced in the hush of the night. Oh, love, you are the song I keep, a melody woven in dreams so deep. Through every moment, through every rhyme, you are the echo whispered in time. Mirëmëngjes grupi. Është ty pa? Është ty pa. Mirë fika tani. Mirëmëngjes. Po ikim me usharru. Do çajm 2 gisht barku. Do dali bebi. Çfarë emocioni është fëmia dytë? Do shpik një emocion të ri. Një emër emocioni. Çfarë do laktatoza, çfarë do emrat e emocioneve? Pa gluten, normal. Lori ndjehet pa gluten. Po ti vaj bajame, çfarë do? O grupi më ngjoni mua njëra që ka bërë një fëmijë me operacion, të qeshni gjithkohës. Vetëm mos ju kapi ai menopauza postpartum çfarë. Çdo gjë është okay. Do ju updateoj grupi. Sot jam unë vlogerja juaj. Bye. Jo, ti nuk je blogerja, ti je Asistentja. kameramanja. Mani, po, unë jam Mani. Bye. Po pse s'më marrësh tapetin e kuq më të? Kjo është sfida jonë për këto 2 ditë. Madhore që vinim. Që s'kemi marrë që unë që do hajmë. Ajtë në bofshin mirë.
çiçe kujera çiçe atje. Bibi. Çka pasave ti si vjen tash? Si vjen? Po mashtron se s'vjen atë. Puli? Kjo tjetra po zen hunët me nap. Shisha. Avash ju se keni qenë ju kështu. Mos ma përdizoni çunin. Gjenit e të vogël ju. Dhe ju kështu keni qenë. Kush ta ndau 3 cm? Tashi. Ai shifa. Që pas për gjumë, Tamam, to se va. a me të pa mami e shkreta të shpeshra. O më raftë të pika po qarë. Në rik tani se po qarë. Ha, los prap mami, los me gocën. Përshëndetje YouTube-i, si ju kam? Si fillim, du t'ju falenderoj nga thellësia e zemrës time për gjitha urimet, mesazhet, komentet që më keni çu dhe sidomos për ato njerëz që nuk u mjaftun thjesht me një urim, me një mesazh, po që vazhdojnë më shkruajnë pothuajse për ditë, që më kanë nisë dhe dhurata dhe kujtohen për mua gjithmonë, më bëjnë replay në çdo postim që unë boj. Du t'ju falenderoj me shpirt për çdo gjë, për çdo fjalë të bukur e të mirë që ju më keni thënë. Çuni është shumë mirë, Shansi, sepse emri është Shans. Dhe më duket shumë e çuditshme që askush për ju nuk e gjeti dot, se unë disa ndihma ju dhash në fillim, po asnjë se gjeti, dhe me që radhe muhabeti tek emri, jam e habitme dhe jam e shokume se sa shumë ju e keni pëlqyer. Nuk e di se sa mesazhe mund të kem, si në Instagram, në TikTok, edhe në WhatsApp, sepse kam edhe goxha njerëz që nuk i njoh, goca për shkakun që nuk i njoh live, por që jemi afruar shumë ke ky komuniteti jon, saqë unë i kam dhënë dhe numrin e flasim dhe në WhatsApp. Ka shumë mesazhe për emrin e çunit, e keni pëlqyer jashtëmase shumë. Dhe e di që nuk e keni ngjuar ndonjëherë, sepse unë mund të duket dhe gjë çik si negative kjo ose gjë çik e keqe, po unë këtë gjë du që emrat e fëmijëve të mi të jenë super të veçantë. Du të jenë ato lloj emra që nuk na është lodh vesh që t'i ngjojmë, dhe ja kemi arrit me të dy, edhe me Odin edhe me Shansin. Është një emër që ne e duam jashtëmase shumë. Mund të kemi diku tek 4 vjet, shumë pak masi kemi lind Odin, e kemi zbulu si emër dhe e kemi rujt, dhe ja kur erdhi dita që ja vum çunit ton të dytë. Shansi është shumë mirë, faleminderit Zotit, po nuk e di, shumë për ju e kanë kuptuar, shumë tjerëve ja kam thënë vetë se kemi fol. Shansi ditën që lindi pi ujëra dhe ka qenë për 10-12 ditë në reanimacion. Disa ditë mori mjekim, disa ditë qëndroi për survejim. U çu, se unë isha lënë ke krevati vet, u çu tani ja ta marr edhe do vazhdojmë prap, sepse ka marrë, po ta lej shumë, ai ka një ves që fillon qan jashtë mase dhe nuk du ta lodh shumë. Në rast se u qetësu, po e lej dhe po vazhdoj. Në rast se jo, do shkoj ta marr. Si duket u qetësu. E që po thoja,
ishin ditë shumë të vështira ato, 10-12 ditët e para. Nuk ma sollën në dhomë si gjithë bebet e tjera, sepse patjetër duhet ta çonin direkt në reanimacion që të pastronin ujrat që Shansi piu, dhe zgjati çik si proces. Ju thash, kanë qenë ditë të tmerrshme për ne. Jo se ka ndonjë gjë kush di se ç'a, se lexova dhe u informova që 60 deri 70% të lindjeve me operacion, sidomos, fëmia ka nevojë për oksigjen në fillim, po që ishte shumë e vështirë për ne ta shifshim çonin aty në reanimacion, mos na vitën dhomë. Po që faleminderit Zotit, çdo gjë është shumë mirë. Ne jemi në shtëpi normale, sepse Shansi është 3 javë 2 ditë. Ne kemi ardhur ditën e 12 në shtëpi. Është mashallah, është një fëmijë, s'mund ta them si imagjinoja, po shumë më i mirë dhe shumë i bukur se që imagjinoja. Nuk mendoja kur në botë që unë do kisha vend zemrën time ose do kisha aq shumë dashuri për një fëmijë tjetër, sepse mendoja sikur ju isha përkushtuar 100% me zemrën time, me gjithë gjërat e mia, ju isha përkushtuar vetëm Odit, ose nuk do doja një fëmijë tjetër si Odin, po që ka shumë e vërtet ajo që më kanë thënë gjithmonë, që zemra 2 fishohet, 3 fishohet, varet sa fëmijë ke, dhe dashuria është e njëjtë për të 2 fëmijë, 3, 4, 5 sa fëmijë do kemi. Jemi të kompletuar, jemi, se mos e marr tash vetëm sysh, po Zot faleminderit, kemi prek qiellin me dorë. Nuk du të emocionohem, nuk du të qaj tani, se nuk është vlog për me qajt ky. Kalun ato ditët e vështira, kalun ditët me lot, tani ka vetëm ditë bukura dhe të lumtura. Unë du pak a shumë në vijat përgjithshme të tregoj si ishte eksperienca ime e lindjes. Unë gjithsesi do e tregoja, po marr shkas edhe për faktit që ju e kërkoni shumë këtë gjë. Nuk e di se sa mesazhe ose tek ai postimi që bëra me pyetje, nuk e di sa pyetje më kanë ardhur për këtë çështje. Për gocat që duan të dinë eksperiencën time të lindjes dhe eksperiencën time tek Amerikan Treshi. Nuk mundem dot të flas çdo gjë me imësi, sepse i thojnë të ri këtu 3 ditë të flas, po do i cek pak në vijat përgjithshme. Në përgjithësi, operacioni më ka shkuar shumë mirë. Operacioni si operacion. Doktoresha që unë zgjodha është jashtë mase e mirë, Ana Sula, është tek Amerikan Treshi. Unë do i them me emra me të gjitha, sepse do them me emra rastet pozitive, sepse rastet negative nuk do t'i them emra, se nuk do t'i prish punë njeriu, por ato që janë për t'i përmend, do i përmend patjetër. Doktoresha Ana Sula është fantastike, kush ka pas eksperienca me atë e din shumë mirë se sa e mirë është, por në përgjithësi unë nuk kam dalë e zhgënjyme nga Amerikan Treshi. Dhe kjo është pak për t'u habit, se para një viti e pak që lindi motra gocën, që unë kam qenë gjithkohës aty me motrën, më ka pëlqyer jashtë mase shumë si spital. Si shërbim, si cilësi, si komoditet, pastërti, gjitha, domethënë çdo gjë ka qenë perfekt në periudhën që ka lindë motra ime. Po për një vit e ca, tani o ka ndryshuar shumë këtë një vit e ca, ose ishte fati im i keq që kam rastis me një shërbim jo të mirë. Kur them për shërbim jo të mirë, e kam më shumë për fjalë për shumicën e infermiereve që ishin aty. Po them shumicën sepse pakica, do të thënë, kishte edhe infermiere jashtë mase të mira që të rinin në kokë, po jo të gjitha. Për shembull, kishte raste kur unë kisha nevojë për infermieren, i bija ziles, se më thanë që po t'i bish ziles vim në sekond, i bija ziles 5-6 herë, nuk vinte njeri, u detyronte motra, burri ose mami, kushdo që ishte aty të më shoqëru mu, u çonin me thrit infermieret, nuk vinin në kohë kur i thrisje. Madje më e men një episod që unë isha me Vigona, po merja
po merja antibiotikë dhe serum, nuk e di se qa, mbasi kisha lind çunin, dhe më duhet të shkoja patjetër në tualet. Se ishte, domethënë, ajo dita që unë kisha lind dhe ishte i përqisi që duhet të shkoja në tualet vetë, domethënë të vazhdonte organizmi punën e vet si normalisht. Dhe më kishte mbaru serumi dhe isha me vigon krah. I ram ziles 4-5 herë, isha me motrën, ram ziles 4-5 herë, nuk erdhi njeri të më hiqte vigonin, ndërkohë po vdisja me ik në banjo. Po më bonte çiçin atë pikë që nuk di ç'a t'ju them. Dhe tani unë isha me plagë në trup. Kisha një 7-8 orë që kisha lind. Përveç dhimbjes së plagës, unë nuk duhet duroja edhe dhimbje tjera që po m'jepte dhimbja e fshikzës, momentin që duhet bëja patjetër çiçin. Prita pa frikë një 20 minutë me vigonin krah, që për një moment tash po çohem bashkë me vigonin, do ikin në tualetë, nuk, ose do ta bëj aty në vend, aq keq isha. U detyru motra, shkoj tek zona e infermierëve dhe gjëra që na ka bërë më shumë habi ishte fakti që infermierët e zona Kurrinin përballë kishin një si tip ekrani që tregonte emrin e dhoma që po ju thret. Dhe motra shkon, gjen 5 infermiere duke nejt kot, ndërkohë te tabela te ekrani ishte numri i dhomës time, që unë po i bie ziles që po kërkoj infermiere. Dhe njëra me në telefon, tjetra me kafe në dorë, tjetra t'u bo muhabet. Ajo skena ka qenë, unë nuk e kam pa me sytë e mi, po më tha motra, dhe ngjova motrën që po bërtiste, po fliste me ato infermierët. Kur eri më tha kështu, jemi habit. Në përgjithësi, ju thash, pjesa e infermierëve nuk më ka pëlqyer shumë, po ka pas dhe shumë gjona tjera që çalonin tek reanimacioni, te ato ditët që kanë jetë çuni aty. Po ju thash, nuk du të nxjerr as emra, as raste konkrete. Thjesht di të them që shumica e njerëzve e kanë kuptuar, si më thënë, atë sistem që Spitali Amerikan ka, se mu më kanë ardhur shumë mesazhe në Instagram të gocave grave që kanë lind atje dhe kanë pas shumë pa kënaqësi, janë zhgënjur shumë dhe kanë pas raste, domethënë, 1-2 raste më thanë që ishin gati dhe me jellë në gjyq. Tani unë nuk du të fiksoj njëri, sepse nuk do i shkoj gjithë si më shkoj mu. Mund të kenë rastis thjesht ato 2 ditët që isha unë, mund të kenë rastis infermiere jo profesioniste, po mora vesh edhe nga infermiere tjera aty, ose nga mami, nga goca që rrinin atje, që është duke çalu shumë për momentin pjesa e infermiereve në Spitali Amerikan, sidomos ke Treshi. Kishin arrit në pikën që merrnin goca në punë vetëm me një kurs të thjesht. Unë një gjë do të them dhe do e kuptoni se sa të pa profesioniste që ishin. Më kanë, vetëm te kjo zona këtu, që çajin damarin, që gjejnë damarin për me të vanë vigonin, më kanë shpu 12 herë. Që kur hyna lexova në Google e kështu, ishte rreth si ishte ndaluar të shpoje damarin 12 herë, sepse mund të prishte fare damari. Mua ato më kanë torturu, më kanë sakatu me më gjetë damarin, dhe ndërkohë kujtoj që kur kam lind Odin në shtet, ma ka gjetë ajo zonja damarin si kështu, tu bo muhabet, më thënë me mu, aq kollaj e ka gjetë. Nuk kam vujt kur në shtet, në Durrës, ose dhe këto klinika që shkoj unë që bëj analizat, nuk kam vujt kur me më gjetë damarin, ndërsa ato më torturun. Kam vujt shumë për pjesën e vigonëve, sidomos unë që unë i kam edhe të merr, unë i kam fobi këto vigonat, po që nuk e di ç'a t'ju them, sa kam vujt për atë pjesë. Ndërsa tek pjesa e reanimacionit te çuni, gjoja që unë jam habit më shumë dhe ma shpif, me thënë drejtën, ishte fakti që nuk të jepte njëri informacione për fëmin tatë. Sidomos ditën e parë që unë linda çunin dhe ma morën dhe e çunë reanimacion, unë e kam lindu shansin në orën 10:39 të mëngjesit,
dhe mu ka ardhur doktoresha me kërkesën time të ngul këmbun që të vinte se nuk kishen mend vinte. Më ka ardhur në orën 6 masdite, më shpjegonte sepse çuni nuk ka ardhur në dhomë. Dhe qa ka ndodhur me çunin dhe si do vijojmë me çunin. Më përpara të vinte financierja në dhomë, që të kërkonte lekët e proceseve, gjonave, shërbimeve që do boje, se sa të vite doktoresha që të shpjegonte për situatën. Unë e di shumë mirë që po të kisha lind në shtet, siç kam lind dhe Odin, se dhe Odi 5 ditët e para ka pas nevojë për oksigjen kur e kam lind, se vujtëm shumë në lindje. Edhe Odi ka pas nevojë për oksigjen, po shërbimi ka qenë shumë më profesionist në shtet. Unë si një njeri që ka provu shtetin dhe privatin, dhe si një njeri, si një femër që ka provu lindje natyrale dhe operacionin, ditë ju them këtë gjë. Sa do mundësi të keni, sa do mirë keni nga gjendja ekonomike, për mendimin tim është shumë më mirë të zgjidhni shtetin. Jam dakord që nuk ka kushtet që ka privati, që ka amerikani, s'ka atë pastërtin që ka amerikani. Pavarësisht amerikani paktën treshi ishte duke marrë fund, kishte nevojë patjetër për rregullim, po në shtet ke të paktën doktora profesionist, ke infermiere profesioniste, mami që janë mami tamam, me vite, me eksperiencë, jo një mami që ka bo 3 muaj kurse dhe nuk din me të vendos ty kartoterin, nuk din me të ndihmu për asgjë gjë. Për mu zgjidhni shtetin. Unë sa do mundësi kam, sa do faleminderit Zotit mirë ekonomikisht jam, unë nesër mas nesër me bo fëmijë tjetër, unë nuk i kimo kur në privat. Dhe gjëja tjetër që më kanë pyet më shumë, pyetja tjetër ishte pse zgjodha operacione, pavarësisht se unë kam tregu jam mundu të më thonë shumë shpesh t'ja u tregoj pse kam zgjedhur operacionin, dhe si një mamë që ke provu lindje natyrale dhe me operacion, kërra sugjeron më shumë. Tani e para, unë operacionin e zgjodha sepse shansi nuk u kthy kur me kokë poshtë. Ka ne gjikos me kokë lartë dhe gjishta Xanis e kam ushqyer më shumë veten që ta bëja me operacion, sepse thoja nuk du të përjetoj jo dhimbjet e lindjes, se dhimbjet e lindjes deri diku janë dhe të bukura, po tani se besoj se vetëm goca jemi këtu, nuk besoj se ka kliku njeri në i çun këtë video, do flas çik si shumë hapur. Gjëja që unë kam kalu më shumë të merr me lindje natyrale me Odin ka qenë pjesa e qepjes, sepse Odin kur doli më çau pak, dhe vetëm pra sa qepjes unë thoja do ta lind tjetrin me operacion. Po nga fundi shtatzanis, muajin e 9, Ria mendoja thoja në rast se shansi kthehet me kokë poshtë, unë do ta lind vet. Pak do mundohem ta lind vet. Dhe ju betohem çdo natë para se të fleja gjumë, thoja a thuash kthy me kokë poshtë, isha atje të kthy me kokë poshtë, ta lind vetë kështu ashtu, po nuk u kthy dhe s'kishte në mend të kthente, kështu që isha një farë mënyrë detyruar me lind më operacion. Por që unë ju them lindja natyrale, do flas pak si ato plakat, si ato gjyshet e tona që thonë që lindja natyrale e ka falë Zoti. Sado që unë kam vujt kur kam lind Ondin, se normale nuk është gjë e kollajt të dali një njeri nga njeriu, po nuk ka si lindja natyrale. Një ditë është ajo, vetëm një ditë do vush me dhimbje, me siklete, po momenti kur ti nxjerr fëmin, ti je mirë që përjeton një emocion jashtëmase të veçantë që nuk ta jep asnjë gjë në botë. Operacioni herë cezariani nuk ta jep këtë emocion që ta jep lindja natyrale. E ndjen fëmin shumë, do të thënë ndjen gjithë procesin e ardhjes fëmis dhe është një emocion shumë i veçantë. Por që momenti që ti lind bebin, ti e kthy direkt mrena orës, i e kthy siç ishte në normalitet. Do të thënë nuk ke nevojë për asnjë gjë tjetër. Ndërsa operacioni me vërteti nuk ndjen ato dhimbjet e forta të lindjes, po ke siklete tjera më mbrapa. Që ju thash më ka ecë shumë mirë operacioni, falë
durvet mrekullueshme të doktoresh Anës. Çdo gjë më ka shkuar shumë mirë, po prap ka siklete tjera. Edhe vetë operacioni është operacionet më të mëdha, sepse qahet komplet barku e më the tash se zori tash të bëj këtu horror, sharra 7. Por që qofse keni mundësi dhe i keni parametrat, i keni të gjitha gjona domethënë mirë për ta lindë vetë bebin, lindeni vetë, paktën mundohuni ta lindni vetë, mos shkoni direkt operacioni, domethënë ta zgjidhni kështu kot operacionin. Këtë këshillu jap unë si me ju pas motra. Dhe kështu, ne jemi faleminderit Zotit shumë mirë. Odin është shumë i lumtur, këto ditë e fundit është afruar shumë me vllajin. Ka shtëpia një bukuri tjetër, një harmoni tjetër, nuk di çfarë të them. Kur jemi të katërt në shtëpi, se nuk besohet që jemi katërt tash. Kur jemi të katërt në shtëpi, që mblidhemi mbas dite, kalojmë natën bashkë, çohemi nesër mëngjes, bëhemi gati të gjithë bashkë. Ato djelat janë shumë të bukura. Them o Zot, pse sa kam bërë përpara fëmijën e dytë. Kështu që mos i shtyni shumë fëmijët, bëni sa më shumë fëmijë se të shtojnë jetën. Unë tani këtë video të mbyll këtu, sepse duhet ta postoj patjetër. Shansi Pardia ka bërë 3 javësh dhe unë akoma s'kam postuar videon e lindjes, se për këtë gjë ju kërkoj shumë falje. Po besoj se do më kuptoni, domethënë se 12 ditët e para ishim në animacion. Sa erdhëm në shtëpi u ambientum, plus e ngarkuam me njerëz, edhe me faktin që kam dashur të shijoja shumë bebin, Odin, familjen në përgjithësi, dhe nuk jam marrë me thënë drejtën me telefonin, por që do rikthehemi fuqishëm. Mjafton të jemi mirë dhe do ketë vlogje për ditë tani, besoj. Ju falenderoj edhe një herë shumë fort nga zemra. Jeni shumë të mirë dhe Zoti inshallah ju plotson dhe ju çdo dëshirë dhe të jeni sa më mirë inshallah. Unë po iki dhe shifemi kismet tek vlogu i radhës. Ju puç fort.